Shiko së ndëruar, mirë se erdhën sezonin e tretë të emisionit Ramazanin Ko. Edhe këtë vit ju sjellim nga afër atmosferën, traditën dhe përjetimet shpirtërore të muajit bekuar të Ramazanit nga qendrat të ndryshme të visit tonë. Këtë vit, rrugtimin e këtij sezoni nisim nga qyteti Gjakovës, një nga qendrat më të rëndësishme të kulturës, historisë dhe trashëgimisë son kombëtare. Gjakova është e njohur për medreset e saj, për xhamit monumentale dhe për dietarë të shumë që kanë dhënë ndërbreza. Po ashtu, Gjakova përfason një vatër të rëndësishme të edukimit dhe të qytetërimit islam. Në këtë qytet, me traditë të thellë shpirtërore, Ramazani përjetohet me një ndjesi të veçantë, devotshmëri, solidaritet dhe gjallëri fetare, duke bërë atë një piknisje të drejtë për sezonën e këtij viti. Për të kuptuar më shumë rreth atmosferës, traditës dhe përjetimit të Ramazanit në Gjakovë, aktiviteteve që organizohen, organizimeve, ibadeteve dhe gjallërinë shpirtërore që karakterizojnë këtë muaj, sonte kemi kënaqësi që me ne është kryetari i Këshillit Bashkisë Islame të Gjakovës, Valon Efendi Myrtaj. Valon Efendi, mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjeta, mirë se keni ardhur në qytetin tonë. Fillimisht ju falenderoj për mikpritja dhe gatishmërinë që t'jeni pjesë e misionit Ramazanin Ko. Kënaqësia është e jona. Zoti ju pranoftë agjërimin dhe ibadetet e ditës së sotme. Me që jemi në fillim të muajit të bekuar të Ramazanit, a mund na thoni se për këtë fillim si është përjetuar dhe si po përjetohet Ramazani në qytetin tuaj? Fillimisht më lejoni t'ju falenderoj për emisionin. Është kënaqësi e thellë, edhe për zemër që gjendemi bashkë në këtë monument historik, që është themeli edhe i fetarisë e i qytetarisë qytetit tonë Gjakovës. Qysh është themeluar kjo xhami në vitin 1594-95, pas saj ka filluar ndërtimi i këtij qyteti mbi bazën e këtij monumenti fetar dhe shpirtëror. Sot ndihem shumë i privilegjuar që gjendemi bashkë të flasim pak lidhur me aktivitetet tona dhe se si Gjakova e pret Ramazanin. Dihet se mirëpritja e festave apo sezonave fetare, siç është Ramazani, ndryshon nga viti në vit edhe nga dekadë në dekadë. Por në kohët e fundit shihet një afërsi e thellë e qytetarëve me ndjenjen fetare. Edhe pse Gjakova ka një formë të vetën të manifestimit, e mban diçka të afërt, si çështje familjare të brendshme, dhe nuk e përshfaq shumë sikur në vende tjera, megjithatë e gjen për brenda shpirtit qytetar si në gjuhë, në vatër, në ambientin familjar, në doket zakonet e tyre, gjithçka lidhet me çështjet e shpirtërores. Prandaj edhe në Gjakovë mund të themi se çdo ditë e sipër është në rritje, ajo afërsia në dukje me thellësinë shpirtërore të vetë islamit. A mund të thua çka e karakterizon Gjakovën gjatë muajit bekuar të Ramazanit? Po është vetë afërsia e sofrës. Sofra gjakovane është sofrë e begat. Në shtëpitë e tyre gjendet pothuajse gjithçka me një maturi dhe me një ekonomizëm që shquhet Gjakova me ta. Që nga furrat, që përgatiten në mënyrë të posaçme vetëm për Ramazan, me samunët e tyre, është edhe gjitha ato tava të gjellnat që familja e ngrov atë gjirin familjar duke kujdesur për një tjetrin. Aktivitetet që bëhen nga imamët në qytetin tonë janë të larmishme. Kemi 3 degë me të cilat ne punojmë në mënyrë funksionale, kemi degën e ndihmave të bereqetit, kemi degën e grave gjithashtu, që merret me vetëdijsimin femëror, por edhe degën e të rive që është shumë aktive edhe në dukurimet e qytetit. Tani propozoj që të shohim një kronik me qytetarët e Gjakovës se si përjetojnë atmosferën edhe muajin e bekuar të Ramazanit. Ndjekim kronikën. Atmosfera e Ramazanit në Gjakovë duket e veçantë dhe plot hijeshi. Ditët janë më të qeta, rrugët më të heshtura, ndërsa lokalet më pak të frekuentuara, sikur i gjithë qyteti të jetë zhytur në një reflektim të përbashkët shpirtëror. Në këtë qytet kulturor, Ramazani ka bukurinë dhe traditën e vet.
Ky muaj u solli gëzim qytetarëve, të cilët e kishin pritur me mall për plot 11 muaj. Si vjet të qenë mas mirë din, në qësa vite me ndryshim qytetit edhe rinia shumë është këthy. Gjamit për mushën plot në gjumot. Agjerimi është në nivel. Shipe njerës që janë përgatite për agjerim. Na e kemi iftarin në për lokale e bojmë, se në kanë alu Bashkia Islame në për gjamia mrema, se aty sa da kudo ka pak janë do lokale të mira aty përgatitin mrema bojmë, atje. Jo, ato e kemi tradit në tradit vjetër. Qyteti Gjakovës o konë gjithmonë. Atmosfera për momentin ja ka fillu shumë mirë. Dhe rëj muaj në shenjtë Ramazanit gjithë besimtarë musliman. Agjerën pshet, Allah ja pranos, ja shpërblet. Këtë muaj ka të veçantë, ka shumë besimtarë, dhe me thonë si janë për besimit musliman. Dhe janë, dhe me thonë, e respektojmë shumë qyteti Gjakovës muajin e shenjtë Ramazan. Gjakova ka ditujet shumë të mira, po inshallah Allah na bashkon në mes veti, me dashnis, po me azvat një unë tjetër dorën, po se do janë dëshirat e mia, që kom shpjep me jap një tjetër të nimen, që ka nevojë, me konë për një tjetër, me pas respektin. Atmosfera të përshëndetje, atmosfera shumë e mirë, ka njerëz për kushtum, shumë mirë është. Po sa me thonë, është ka atmosferë, ma shumë njerëzit për kushtum, dalje, nëndë. Për qytetarët e Gjakovës, në këtë vit atmosfera është pasuruar edhe më shumë fal dekorimeve të qytetit, të realizuara nga Këshilli i Gjakovës, të cilat i kanë dhënë mbrëmjeve ramazanore një shkëlqim të veçantë. Po, unë ndigjoj njerëzit rrugës të thonë, qërsa mirë, pasi ndryshu qytetin për Ramazan. Kjo është i klasi, jep edhe një bukuri. Arti është arti. Jemi këta që në kone ku dhezën në kërinë të dritat në një vjetën sënë që në lumëtin nuk e harrojnë ato traditat të muslimanizë, jam shumë të mëcët. Ramazani na rikthen vlerat më të bukura të solidaritetit, respektit e dashurisë për njëri tjetrin, duke e bërë çdo ditë më domethënëse. Kjo atmosferë e veçantë mbetet një kujtesë se forca një qyteti qëndron në shpirtin dhe traditën e njerëzve të tij. Kthehemi në emision me kryetarin e Bashkisë Islame të Gjakovës, Valon Efendi Myrten. Valon Efendi, anatoni cilat janë aktivitetet shtesë që Këshilli i Bashkisë Islame në Gjakovë organizon enkas për këtë muaj? Ne llogaritim se muaji i Ramazanit është muaji të cilin ka zbritur Kur'ani, e Kur'ani është vetë udhëzimi, që në kupton qëllim ka vetëdijsimin. Prandaj dhe jemi përgatitur për pritjen e këtij muaji me një cikël ligjëratash nga imamët tanë, dikun 8 ligjërata përgatitore para muajit të Ramazanit. Gjithashtu e Departamenti i Grave ka patur 4 tribuna përgatitore, ndërsa përmes bereqetit kemi shpërndar ndihma të ndryshme, dikun 400 pako ushqimore për familjet në nevojë. Gjithashtu ditën e pavarësisë kemi ndarë qelësin për një banesë, për një veteran i cili ka dhënë çka ka mundur që ne të gëzojmë sot lirin. Sa xhami janë aktive në qytetin e Gjakovës dhe sa tjera në fshatat përreth? Kemi 18 xhami në Gjakovë, e 17 janë gjitha funksionale? Të gjitha janë funksionale dhe të gjitha kanë imam, xhamat, po edhe muezin. Për gjitha kujdeset Këshilli i xhamisë dhe Këshilli i qytetit. Në një harmoni totale që kemi me njëri tjetrin, përpiqemi që të mbajmë shërbimin në nivel për qytetarin, dinjitetin për në punësit tanë imamët që vazhdimisht janë aktiv, dhe të mos i humbë gjithashtu autoriteti i Këshillit i cili merret me gjitha këto aktivitete dhe i mbikëqyrë.
Tani propozoj të shohim një kronik që kanë përgatitur ekipi ynë me aktivitetet në përxhamit e qytetit tuaj Gjakovës. Njëkim kronikën të kthehemi në emision. Ditët e Ramazanit në Gjakov karakterizohen edhe me aktivitete të shumta. Nga veprimtarit me karakter humanitar, deri te aktivitete që mishërojnë thelbin e këtij muaji, si leximi i librit të shenjtë, Kur'anit. Në shumë prej xhamive të qytetit organizohet mukabelja, leximi i përbashkët i Kur'anit, ku besimtarët mblidhen çdo ditë për të dëgjuar dhe përjetuar fjalën hynore. Këto momente krijojnë një atmosferë të veçantë për kushtimi dhe reflektimi, duke e bërë Ramazanin jo vetëm muaj agjërimi, por edhe muaj dijesh, afrimi shpirtëror e bashkimi komunitar. Kjo e bën Ramazanin një periudhë ku jo vetëm forcohet lidhja me Zotin, por edhe marrëdhëniet mes njerëzve, duke kthyer qytetin në një hapësirë më të ndjeshme, më solidare e më të bashkuar. Themi në emision me kryetarin e Bashkisë Islame këtu në Gjakov. Valon e për një gjallëri, një aktivitet në xhamit tuaja, po na thua, a vrehet shtim i xhamatit, edhe çfarë shtrese xhamatit e frekuenton më shumë xhamit gjatë muajit të Ramazanit. Në gëzon fakti se çdo ditë ne shohim të rinj, fytyra që nuk i njohim, në çdo xhuma e shohim njerëz që pothuajse 70% të tyre na ndrohen. Kjo është edhe për të gëzuar, por edhe një fakt për të ardhur keq, sepse emigrimi nga qyteti i jonë është bukurie e madhe. Megjithatë është gëzimi se ka një parafrim ndjenje shfetare. Feja, besimi në Zot, duhet të shndrohet në një angazhim qytetar, dhe këtë mundohemi të përpiqemi ta bëjmë. Deri më tani, thënë të gjithë imamit tanë, i gjinë afër të gjitha shtresave të popullit. Ata që më afër janë pjesa të rinjve, mirë po në çdo xhami kemi edhe të vjetër, të cilët janë hieshia e xhamive tone, janë tradita jonë dhe për të cilëve marrim dhe i respektojmë. A na thua cilat janë aktivitetet shtesë të Këshillit të Bashkisë Islame, pse i zonën gojë të rit, për të rit gjatë këtij muajit, po edhe për ata që kanë nevojë. Gjatë këtij muaji kemi pas para Ramazanit, në fillim të Ramazanit, në qendrën të qytetit, Departamenti i Trive ka shpërndar 1000 pako dhurata për Ramazan. Ka pas pak literaturë vetëdijsuese edhe hurma për të hapur iftarin. Është mirëpritur nga qytetarët, gjithashtu është bërë një dekorim i qendrës, i përgatitur gjithashtu nga Departamenti i Trive, i cili dekorim është mirëpritur shumë, është për herë të parë, po ka pas një mirëpritje gjithanshme, të gjithë në qytetin tonë pothuajse janë të gëzuar dhe kemi marrë urime për këtë nismë. Shpresojmë të bëhet diçka tradit, po gjithashtu kemi bërë edhe për xhamit tona. Të gjitha xhamit kanë pasur një ndryshim shtesë, vetëm që t'i japim hare këtij muaji për nder të qytetarit. Xhamit janë të themeluara nga qytetarët, të lëna vakëf nga ta, në shërbimin e tyre dhe ne nuk bëjmë tjetër veç se i ofrojmë të ngrohta për qytetarët. Po Gjakova është qendër e hershme e fesë, e kulturës, e qytetërimit islam. A mund të themi që po i rikthen, është në rrugë të rikthimit të namit dikur shumë? Sa po kemi patur vërshimet, lumi kur vërshon prap kthehet te shtrati vet. Gjakova ka qenë qendër e edukimit, kulturës, djep edhe i fetarisë. Fetari është një ndërgjegjësim i thelluar, i vetdijes për realitetin. Realiteti më sublim është ekzistenca e Zotit. Mbi këtë bazë, thonë është krijuar ajo kultura që botë kuptimi jonë për jetën të jetë sa më i përshtatshëm me realitetin e vetjetës. Edhe Gjakova, si e tillë, ka patur një kulturë të tillë. Është munduar të jetë sa më reale, të mos jetë ngutur, të mos marrë hapa nxituar dhe besoj që jemi në rrugën e duhur. Tani, Gjakova njetot për 2 medreset e saj. Njëra është vesh në funksion për përgatitjen e hifzit, tjetra do t'jetë qendër kulturore.
A prit një dinamizim të jetës fetare me qendrën kulturore dhe sa ka ndikuar medresja e madhe me shkollën e Hifzit, me kursin e Hifzit? Çdo ditë po pasuron me kuadër të kualifikuar. Të gjithë janë me fakultet, një pjesë e tyre janë magistratura dhe doktoratura, dhe kjo në gëzon. Ende nuk jemi plotësisht të pavarur me kuadër, megjithatë çdo ditë e sipër së shpejt do të jemi të kompletuar. Medreseja e madhe shërben për hifz, për memorizimin e Kur'anit. Dhe jo vetëm për Kosovën, për Gjakovën, as për Kosovën, por edhe për trojet shqiptare. Nga gjitha trojet vinë dhe mësojnë në Gjakovë, ku kanë shërbimin edhe të strehimit, edhe të shkollimit, edhe të bujtinës. Ka muhafiz të kualifikuar, të cilët i mësojnë fëmijët tanë me përkushtim, veç se dihet memorizimi i Kuranit kërkon durim. E jo të gjithë fëmijët tanë kanë këtë mundësi të durimit. Sa i përket medresisë së vogël, ajo deri më tani ka shërbyer edhe për departamentin e grave, edhe për departamentin e trive, ku kanë aktivizuar shkollat verore, gjithashtu dimrore për fëmijët tanë, dhe për gradët të rejat e qytetit tonë. Kurse tani e tutje do t'jetë e kualifikuar si qendër tajnimi për gjithë në punës të Bashkisë Islame të Kosovës, dhe po mendoj se me kurrikulumet e saj profesionale do t'i shërbej jo vetëm Gjakovës, po të gjithë këshillave qyteteve të Kosovës. Përmendë disa herë aktivitetet që ka departamenti i gruas, ku është i fokusuar më shumë puna dhe aktiviteti i këtij departamenti? Për momentin është i fokusuar krejtësisht në medresën e vogël, por edhe në disa xhami. Në xhamin e Mahmut Pashës, në xhamin Kusar, në xhamin Qyl, dhe në xhamin e Piskotës. Kanë aktivitete me fëmijë, por edhe me gra. Kanë tribuna vëdësuese, kanë ligjërata, kanë mësim të Kur'anit, në kurse profesionale, e kështu me radhë. A keni të angazhuar në kuadër të këshillit ose në kuadër departamentit të gruas? 6 mësues janë të angazhuar në kuadër të departamentit të gruas në Gjakovë. 6. Nuk kemi në Gjakovë pothuajse asnjë të kualifikuar që është i papunë. Jashtë qytetit Gjakovës, a ka mualime? Ne kur flasim për Gjakovën, flasim me gjithë rrethin. Nuk bëjmë përjashtime si në qytet edhe në fshatra. Të gjitha të interesuar që kanë kualifikim, ne i kemi mirë pritur. Një punë e madhe vitin fundit këtu në Gjakovë është bërë në restaurimin e xhamive monumentale, xhamive historike, të cilat janë ikonë e qytetërimit islam. Ju jeni kryetar këshilli, si keni pa këto zhvillime, si ndihet, për shembull është restauruar kjo xhamia historike këtu, xhamia Mahmut Pashës e xhamia tjera? Fillimisht ndihem shumë krenar që të parët e këtij qyteti kanë lënë këto monumente. Dhe ndihem tepër i gëzuar që me angazhimin e Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës dhe bashkëpunimin të këshillit tonë, Drejtoria e Përgjithshme e Vakëve të Turqisë ka bërë restaurimin e këtyre monumenteve. Siç është bërë me Mahmut Pashën, xhamin e Mahmut Pashën në Qashit të vogël. Një perlë e Kosovës. Perlë e Kosovës, një xhami shumë e veçantë e stilit tonë autokton, me xhamin e Sefës, me xhamin Kusar, me xhamin Mulla Jusufit, dhe po shpresojmë që së shpejti edhe xhamia Rrugovës të hyjë në restaurim. Mirë, për jemi të xhamit kam edhe një pyetje. Sa xhami të reja janë ndërtuar nga themeli pas përfundimit luftës ose në Kosovën e lirë këtu në rrethin? Pas çlirimit nga okupatori, kemi disa xhami të reja, por nuk janë të shumë. Shumica, fati jonë është se shumica xhamive tona, edhe në përfshatra, janë të vjetra edhe në themele guri. Në arkitekturë vendore, të stili vendore. Në arkitekturë vendore, por kemi disa që janë të reja, për shembull në xhamin Qyl të vjetër është ndërtuar xhamia me 2 minare që është më e madhe sa që ka qenë. Në Dardani, Piskot është xhamia e re, një xhami më e madhe për nga madhësia dhe hapësira në Gjakovë, është xhamia e Kalanit, gjithashtu xhamia e Cermjanit të reja, se kemi një të vjetër, gjithashtu në Smolic kemi të vjetrën, si është si muzej i luftës, se aty ka filluar lufta në Rekën e Keqe, dhe aty është mobilizu.
Dhe kemi gjithashtu në Osek, një xhami të re, në Kralan, dhe po ashtu është rindërtuar xhamia e Jabllanicës. Janë disa xhamia, po prapë se prapë mbetin pak në krahasim me xhamitë e vjetra. A ka nevojë këshilli juaj ende për xhamitë reja ose mjaft? Besoj që kem nevojë edhe për 2 xhami në qytet dhe një në fshat. Rregull, të rikthehemi përsëri traditës së Ramazanit. Një ndër momentet më të rëndësishme të muajit madhruar të Ramazanit, muajit të agjerimit, është vakti i iftarit. A na thua si duket Gjakova vaktin e iftarit ose para iftarit? Para iftarit është një lloj trafiku, kurse në kohën e iftarit ndihet një qetësi, paksa një heshtje, sikur të gjithë janë kthyer në shtëpitë e tyre dhe e ndjen atë ngrohtësinë familjare. Gjë që na gëzon dhe pas iftarit prap rishihet një gjallëri. Prej kohës iftarit deri në namazin e taravive, të gjitha pothuajse lokalet i gjenë në qarshinë e vogël të mbushur për plot me njerëz, sikur rigjallërohet qyteti. Tani e propozoj që të shohim një kronikë që kam përgatit ekipi ju në xhirimit në Gjakov, në Prag dhe gjatë kohës së iftarit. Si e përjetojnë shtetarët tuaj kohën e iftarit dhe vetë iftarin. Koha para iftarit në Gjakov karakterizohet me somunat e Gjakovës. Gjatë këtij muaji, një ndër veçantitë që jep shije sofrës së iftarit janë edhe somunat e Gjakovës. Me aromën e këndshme e butësinë e tyre, ato janë bërë pjesë e pandashme e traditës së këtij muaji në Gjakov. Nën motën Buk Krip e Zemër, në një ndër furrat e qytetit nis përgatitja që në orët e para të ditës. Në një enë të madhe që mban rreth 250 kg brum, përzihen mielli, uji, maja dhe vaji. Pasi brumi merr formën dhe elasticitetin e duhur, ndahet në pjesë të barabarta dhe formsohet me kujdes nga duart e mjeshtërve. Pas fermentimit të shkurtër, brumi hapet, spërkatet me farat e zeza, që janë karakteristike për somunat, e bëhet gati për pjekje. Banorët i sjellin që më herët produktet e bylmetit dhe të mishit, duke i bërë gati për të i pjekur e për t'i shoqëruar me somuna tradicional. Çdo gjë vihet në ritmin e fundit para iftarit, teksa pritja shton gjallërinë para furrave. E sapo somuna dalin nga furra, të arta e të buta, aroma e tyre përhapet shpejt në përlagje. Qyteti i Gjakovës, i njohur për traditën, mikpritjen e furrat e vjetra të Bukës, në mbrëmjet e Ramazanit merr një tjetër pamje. Teksa fillon e bie muzgu i mbrëmjes, rrugët qetësohen dhe qyteti mbështillet nga një atmosferë e veçantë pritjeje. Në këtë qetësi, somunat e sapo dal nga furra bëhen pjesë e sofrave familjare, duke përmbledhur në një shije të vetë me traditën, punën e mjeshtërve dhe frymën e Ramazanit. Një ndër momentet e veçanta që e karakterizon muajin e bekuar të Ramazanit, agjerimin është koha e iftarit. Më intereson të di, a vazhdon të kultivohet tradita e ftesës për iftar në ambientet familjare? Se sikur kohëve të fundit është heq dorë për kësaj më shumë në për restorante, si qendropuna edhe nëse ke dhëna edhe në qytetin e Gjakovës, por edhe në rrethin. Fryma e përgjithshme kulturore dhe shoqërore ka ndryshuar pas luftës, nuk janë më ato familje të zgjeruara, kemi familje të ngushta, po ashtu duke marrë parasysh se një pjesë e madhe e familjarëve punojnë në Prishtinë, jo shumë shpesh mund të vizitohen qysh kemi dëshirë. Megjithatë, nuk është ndalë asnjëherë ftesa, asnjëherë nuk është mbyll dera për mikun, dhe zakoni i Dugaxhinit është se shtëpia është e Zotit dhe e mikut. Prandaj edhe kultivohet ftesa, iftar në shtëpia, jo sa ka qenë, por edhe xhamit tona tashme kanë bërë traditë secila xhami me pas iftara, jo vetëm një, po shumë llojet për gjitha shtresat të profesionit. Po më intereson ambientet familjare dhe aftohet ende imami në ambientet familjare për iftar. Në përfshatra është traditë e kamotshme, në qytet është më pak, mbase mundësia për qenë për restorante, komoditete më të mira se sa në shtëpi,
preferojnë t'i ftojnë në për restorante, por ka dhe ftesa në për shtëpi. Ndërsa në për fshatra, si që ka qenë tradita e kamotshme, imamët ftohen pothuajse çdo natë në për shtëpi. Atëherë shohim një kronik të përgatitur për përgatitjen e iftarit sipas sofrës së Gjakovës. Shohim kronikën e kthehemi në emision. Në Gjakov, përgatitja e iftarit është një ritual më vete. Në ditët e Ramazanit, kuzhinat e restoranteve dhe shtëpive mbushen me aromë gatimesh tradicionale, ndërsa kuzhinierët kujdesen që sofrat të jenë sa më të pasura. Në një nga kuzhinat e qytetit, përgatitjet për iftar nisin që nga baza. Brumi për somuna punohet me kujdes, ndahet në pjesë të barabarta dhe përgatitet për pjekje. Pasi merr formën e duhur, lihet për pak kohë që të vijë, e më pas bëhet gati për të futur në furrë. Pas pak qastesh, somunat futen për pjekje, ndërkohë që në kuzhinë vazhdon puna me përgatitjen e gatimeve të tjera që do të plotësojnë sofrën e iftarit. Në enet e mëdha përgatitet çorba, ndërsa paralelisht bëhen gati sallatat e freskëta, patate dhe mishi që do të zërë vendin kryesor në tavolinë. Ritmi në kuzhinë shtohet sa më shumë afrohet koha e iftarit. Nga përgatitjet në kuzhinë deri te shtrimi i tryezës, sofra merr formën e saj të plotë. Pjatat vendosen njëra pas tjetrës duke krijuar një tryezë të pasur me shije tradicionale. Në qendër zën vend gatimet kryesore me mish, të shoqëruara me bukë të sapo pjekur dhe pjata anësore që plotësojnë çdo shije. Ndërkohë afrohet koha e iftarit dhe rrugët e qashisë së vjetër në Gjakov janë pothuajse të zbrasta. Ne ndalemi në një tjetër ambient, ku gjithçka është gati dhe sofra e shtruar flet vetë për traditën dhe për kushtimin. Një tryezë e pasur me gatime tradicionale pret momentin e iftarit. Në qendër zën vend ushqime tradicionale gjakovare, të përgatitura me përkushtim dhe të vendosura me kujdes, duke reflektuar trashëgiminë kulinare të qytetit. Çdo pjatë ka vendin e vetë në sofër, ndërsa ata që kujdesen për përgatitjen e ushqimit tregojnë para kamerës sonë për përbërësit dhe mënyrën e përgatitjes së tyre. Këtu përpara kemi sofrën gjakovare, kryesisht për iftar që shërbehemi të ne. Kryesisht fillojmë me një supë ose çorb të viçit, që bëhet me mish viçi edhe perime. Kryesisht karrotë dhe perime të zgjishme shkren. E kemi çorbën e pulës, që bëhet me kashë të paqa e Stambollit, që i thonë më thjesht, që përdoret zakonisht si paraha e nxehtë. Kemi djathën e shtëpisë, që e kultivojmë dhe bëjmë vetë. Kemi turshit të ndryshme që kemi mikset përzime prej specave, prej trangujve, karrota, spec turshi, brokolli e tjera. E kemi leçenikun e shtëpisë, që bëhet kryesisht me presh ose me spanak. E kemi flinë që bëjmë me sagj, është e shtëpisë bio. E kemi specat e fërgun, që bëhet me mazë të fshatit, edhe shkrihet edhe edhe në gojë. E kemi pitën me plantës, që është tradicionale e Gjakovës, që kryesisht në përshpia i bojmë edhe zakonisht në restorante na është gjëja ma preferune që është e kërkune. E kemi bugën e pogaçe, tradicionale jona, jenë mantijat me mish dhe me kos e hudër sipër. Në përgjithësi mantijat si krejt tjerë i bojmë edhe na. Mas ne vim te baklasarma. Baklasarma është pite që bëhet kryesisht me kos edhe hudra. Edhe në fund i kemi tavat. Është tava gjakovare, që bëhet me krejt perimet e zgjishme edhe dominon domatja, edhe me mishin më të përzgjedhur të kasapit të viçit, që bëhet kryesisht në furrë. Njëjtë bëhet edhe tava kosit ose tava elbasanit, që bëhet me kos me hudër, edhe me vezë, edhe me mish të qingjit. Këto janë kryesisht ushqimet që shkojnë te na tradicionale për iftar, që në Gjakov kryesisht janë më të preferuar për klientave që vinë zakonisht. Kjo është sofra e iftarit në Gjakov.
një ndërthurje traditës e përkushtimit dhe mikpritjes që e karakterizon këtë qytet gjatë muajit të Ramazanit. Kthehemi në rrjedhën e emisionit me kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame këtu në Gjakov. Efendi, ju jeni kryetar këshilli, jeni njës i mirë i shkencave fetare. A na thuë edhe dihet që agjerimi muaj i Ramazanit është muaj i rahmetit, muaj i bereqetit, muaj çfarë dimensioni shtesë kanë ibadetet, kanë veprimet për besimtarët këtë muaj. Falenderoj për pyetjen sepse është e thellë. Ajo aspekti shoqëror i feve është i mirëpritur nga të gjithë, mirë por roli kyç i feve është thellësia shpirtërore. Lidhja e tyre me Zotin dhe si ta shndrojnë këtë energji që marrin nga besimi ta konkretizojnë në aktivitete. Tani ne i kemi 5 shtyllat e Islamit. Shahadeti që shqiptohet dhe dëgjohet nga të tjerët, namazi që shihet kur falet, zekati kur jepet numërohet, haxhi për të udhëtohet, po cila është thellësia e agjerimit e Ramazanit? Ramazani ka të farë vërtetësinë e besimit. Prandaj edhe ka ardhur në hadith të pejgamberit alayhis salatu wassalam, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Agjerimi është vetëm për mua, se veç Zoti e sheh dhe njeriu e ndjen vërtetësinë e asaj që beson. Besimi i paprovuar vetëm pretendim. E nganjëherë vepra pa besim është simulim, është thirrje. Vjen agjerimi që ti he këto gjëra. E shtin njeriu për brenda vetes në thellësinë e takvas. E takva ne e cilësojmë si vetdije për Zotin. Të gjithë pothuajse besojnë Zotin. Nëse mohojnë mund të pretendojnë mohimin e Zotit, por nuk mund ta mohojnë varësinë e tyre për ajër. Nuk mund ta mohojnë varësinë e tyre për ujë, për ushqim, për nevojat e tyre të përditshme. Kjo varësi i bën atë të ndjejnë si janë krijesa. Vetën nuk e shpikën, ai që zotron jetën dhe vdekjen e quajmë Zot dhe adhurojmë. Dhe pikërisht për këtë, në muajin e Ramazanit shtohet lutja, shtohet adhurimi, vetëm për të mbërrirë takvan. Takvaja i bën që atë vetdijen për Zotin që e kemi të mbjellur, si prirje të lindur, për pranuar realitetin, e që nga një herë nga preokupimet dhe shpërqendrimet e humbasim, vjen agjerimi, ta rikthen njeriu për brenda vetes, që të nxjerrë në ballë të vëmendjes praninë e Zotit. Kryetar, a na thua si është Gjakova në kohën e namazit të teravive, pas iftarit, se dihet që momenti veçantë ose ibadet shtesë që bëhet këtë muaj, është namazi i teravive. Sa jeni të kënaqur me frekuentimin, me praninë e xhamatit në xhamit tuaja këtu gjatë këtij muaji? Prezenca është e kënaqshme. Jo sa na bëhet qefi, megjithatë çdo herë është në rritje sipër. Xhamit janë pothuajse lagje të vjetra, çdo lagje ka një xhami të vetëm dhe janë në largësi prej 50, 100, 200 metra nga njëra tjetra. Janë pothuajse në një vend. Megjithatë, pothuajse që të gjitha në kohën e teravive, sidomos në fillimin e tyre, janë përplot. Dhe imamët tanë, para namazit të teravive dhe të namazit të yatsis, mbajnë një këshill shumë të shkurtër, por domethënëse, me plot kujtim dhe përkujtim për vlerën e ndjenjes së pranisë së Zotit dhe për ndjenjen e të qendrit në bashkësi. Atëherë të shohim një kronik që kanë përgatitur ekipet e xhirimit tonë në namazin e teravive në xhamin e Gjakovës. Njëkim kronikën e kthehemi në emision. Mbrëmjet në sheshet e Gjakovës janë më të mbushura dhe më të gjallëruara, plot jetë e lëvizje. Familje të rinj e të moshuar dalin për të shijuar freskinë e mbrëmjeve ramazanore, duke i dhënë qytetit një ritëm të veçantë pas iftarit. Në mesin e shumë aktiviteteve që shoqërojnë këtë muaj, një vend të veçantë zë namazi i teravive. Xhamit e qytetit duken të stërmbushura me besimtar, ndërsa atmosfera e përkushtimit dhe qetësisë shpirtërore ndihet në çdo hap.
Kjo ndjenjë bashkimi dhe devotshmërie po vlerësohet e po pëlqejet shumë nga qytetarët, të cilët shprehen se Ramazani u sjell paqe, afërsi e energji, krejt të veçantë. Me çfarë entuziazmi të madh kena prit këtë muaj shejt Ramazanit. Atmosfera është e papërshkrueshme, inshallah do alloj për ato që na ka munduar. Na pranon edhe na përmbush Ramazanin. Me këto rituale tona, me këto adhurime që bëjmë në këtë muaj shejt Ramazanit. Namazi i teravive, çish po kaloni këto net? Po është ndjenjë papërshkrueshme, po ardh bashkë me ne edhe ju, unë foli po ju se përjetoni. E kismet inshallah pi folim bashkë. Mashallah, alhamdulillah, o xhamia shumë e madhe, po shumë e vogël pe duket pe xhamatlive, nuk ka vend. Mashallah, alhamdulillah. Është tash atmosfera shumë e mirë. Kaloj mirë. Fillimet janë mirë. Po, sa i përket namazit të teravive, sa jeni të kënaqur? Shumë. Hoxha është shumë i mirë, ligjëratat janë shumë të mira. E përjetoj shumë mirë. Gjithë i këm falë, a një cëtësi shpëtnore, jem shumë të kënaqur. Atmosfera shumë e mirë. Tu vim në xhami për natë për teravih vim. Falim teravih, është atmosfera e mirë, bëhet ka xhamat shumë, është vendi më i preferuar domethënë kaloj. Është domethënë kënaqësi e madhe. Përndërin Zotin që na ka mundësuar për nga prit këtë Ramazan. Dhe jem të shiu domethënë ato atmosferën më të madhe. Alhamdulillah dhe hoxhën e kemi të mirë. Pas rrëfimeve të qytetarëve bëhet edhe më e qartë se Ramazani nuk përjetohet vetëm si obligim fetar, por si një ndjenjë e përbashkët që e bashkon komunitetin. Fjalët e tyre dëshmojnë për një muaj që sjell qetësi në zemra, gjallëri në qytet dhe shpresë në çdo familje. Kështu, mes dritave të mbrëmjes, zërave të teravive dhe hapave në përsheshe, Gjakova vazhdon të jetoj Ramazanin me dignitet, traditë e një shpirt të veçantë, që e bën këtë muaj edhe më domethënës. Kthehemi në emision me kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame në Gjakov, Valon Efendi Myrtën. Valon Efendi nga biseda ju edhe nga kronika e bashkëpunëtorëve tonë që kanë realizuar sot, jemi mundu që të paraqesim në mënyrë përmbledhur gjitha aktivitetet e Këshillit të Bashkisë Islame dhe të besimtarëve të Gjakovës në një ditë të Ramazanit. A keni diçka ju për të shtuar që unë si kom pyetje që ja vlen ta thoni? Mund të themi se rrugja e traditës në qytetin tonë, kur në një xhami, në xhamin ku në shërbej, e gjej gjyshin, babën dhe fëmijën e vogël, është ndjenja më e kënaqshme që unë ndjej. Sepse tregon trashëgimi të pakputur përkundër regjimeve që kanë kaluar. Është ruajtur me mund, me sakrificë, me durim, megjithatë ja dolën. Dhe prapë gjithçka është kthyer në normalitet, madje në rritje dhe zhvillim. Sulmi ndaj besimit në Gjakov ka qenë më i shprehur se në qendra tjera të Ka qenë më i sistemuar. Më i sistemuar. Ndoshta jo shumë i zhurmshëm, por ka qenë më i sistemuar. Në atë kohë edhe ish kryetari i Bashkisë Naudë asaj kohë thonte, i thonë atij se feja është e lirë, thonë feja është e lirë, po i Zoti fejës është ngushtë. Jemi krejt në fund të emisionit, atëherë dua një mesazh shkurt, me që jemi në fillim të muajit të bekuar të Ramazanit, për besimtarët e Gjakovës, për gjithë shikuesit tonë që na ndjekin. Urimet e mia më të përzemërt janë për gjithë që kanë pritur këtë muaj dhe kanë arritur të çojnë në vend urdhën e Zotit. Kush e dëshmon këtë muaj, le ta agjëroj për të mërrirë takvan vetëdijsimin për praninë e Zotit xhallashahu. Ky vetëdijsim për Zotin e bën njeriu në shërbim të krijesës. Se Zotit nuk mund të shërbejmë. Zotit mund t'ja dedikojmë punën tonë. Dhe ky besim e kthen njeriu në një moral dhe ndërgjegjësim qytetar. Në qytetin tonë, qytetaria është në nivel të duhur, po mendoj, dhe e çmojmë gjithandaj në Kosovë, prandaj edhe urimi im për qytetarët e mi është që të vazhdojnë traditën e tyre, edhe shpirtërore, edhe qytetarës që kanë pasur, dhe të shprehin si dikur nivelin e tyre edukativ. Nuk kemi armik tjetër përveç paditurisë, ignorancës. Dhe thirrja e fesë është dija.
por dija e dy llojeve, edhe dijes së shkencës, por edhe dijes së njohjes. Nuk mund të them se unë të di ty, por unë të njoh ty. Nuk është njësoj si të flasim për Zotin dhe si ta njohim Zotin përmes adhurimit. Vjen Ramazani që të kemë përjetime fetare të besimit e jo vetëm të dëgjojmë apo të lexojmë për besimin. Efendi Atëherë, falenderit për kohën dhe për shpjegimet tuaja të vlefshme. Falenderoj gjithashtu edhe ekipën tonë që ka bën një punë tërditën sot në Gjakov, ndërsa ju shikues të nderuar, mirëmbëjtje deri në emisionin tonë të radhës. Ju falenderit. Mirëmbëjtje gjithë.